E ka trashëguar që në fëmijëri nga babai i tij dhe prej vitesh është profesioni dhe pasioni i tij. Mondi Sukniqi ka një jetë që u përgjigjet shkodranëve me kujdesin për mirëmbajtje dhe riparim të biçikletave të tyre, mjeti simbol i lëvizjes në rrugët e Shkodrës. TV një Channel zgjodhi ditën botërore të biçikletës për të sjellë historinë e tij, duke na treguar se me të mban familjen. Unë jam qysh 94 që merrem me biçikleta. Trashëguar kam prej babs. Jam tonë, dhe më thonë, të është 30 e sa vjetë që unë merë me i këtë punë. Qyteti Shkodrës shuhet për biçikleta, por të është i ka fillu edhe i fjen nga ikja e trive dhe nuk ka ma veç se moshat e thyme si thojnë mund të përdorin biçikleta sepse të është ka fillu prap me ra. Dita punës nis herët në mëngjes dhe përfundon vonë në mbrëmje. Në servisin e tij kryen të gjitha shërbimet dhe riparimet që u nevojiten përdoruesve të biçikletave. Biçikletë na bëjmë të lloj të shërbim. Kjo është një ndër pjesë që është centrimi. Më thonë, kur disku del jashtë centrimit, na centrojmë. Puten tela, vem telat, edhe centrojmë. Ka punime tjera nga më të ndryshme, grasatime, dhe më thonë, centrimi është kjo, po grasatime, bosh qendror, frena, kurse, janë shumë pjesë që ka biçikleta që riparohen. Na të gjitha i riparojmë. Megjithatë, ai shpreh keqardhjen se të rinjt po tregojnë gjithnjë me pak interes për të mësuar dhe trashëguar këtë zanat, duke rrezikuar që një profesion me traditë të gjatë në qytet të shkojë drejt zhdukjes. Shkodra është e trashëguar me biçikleta. Edhe vazhdon sepse është edhe i ndërtuar qyteti aty që përdoret biçikleta. Edhe është mjet shumë i mirë dhe shumë i lirë edhe është shumë i komunikueshëm domethënë. Por të rinjtë e sotshëm nuk e dojnë sepse dojnë një fije më ecë më tepër. Me motora makina, sepse ka i fije të ardhën ma tepër. Kurse kja është ma tepër sot bëhet, të më thonë se nena ka me të ndorë, sepse nuk ka të ardhën e të mlaja për kësaj punë. Janë me gjanat vogla, pra najna është edhe kja punë. Por inshallah, del në i ri edhe merë këtë zanat, sepse janë të një edhe biçikletat elektrike dhe inshallah e ka me dëshirë për me e marë. Por kja punë është drejt marimi, dhe më thonë, se nuk ka përkupim për këtë lloj zanati, domethënë, nuk vjen kush më thonë që i kam dëshirë për me mësu. Në një qytet si Shkodra, ku biçikleta konsiderohet ende një nga mjetet më të përdorura dhe më praktike të transportit, roli i mjeshtërve të riparimit mbetet i domosdoshëm. Megjithatë, mungesa e interesit nga brezat e rinj ngre pikpyetje për të ardhmen e këtij zanati tradicional.